10 banorë të fshatrave Koçaj, Kokërdhak, Kodra e Danit dhe Dushaj protestuan këtë të premte para bashkisë së Bulqizës. Në mbledhjen e Këshillit Bashkiak ishte parashikuar pika përheqje nga fondi pyjor kolosor të Gjurmës, ku do të kalonte rrjeti tubacionit dhe ndërtimi i godinës së një drejtcentrali. Pikërisht për këtë, banorët hynë me forcë në ambientet e bashkisë për t'i kërkuar Këshillit Bashkiak të mos e votojë këtë pikë. Kjo bëri që banorët të priten në takim nga kryetarja e bashkisë Festime Mjeshtri, e cila nuk pranoi mediat për pasqyrimin e takimit, duke aktivizuar administratën për largimin me forcë të tyre. Pas takimit, banorët thanë se morën premtim për mbështetje nga kryebashkiakja Mjeshtri për misionin e tyre, ndërsa deklarojnë se nëse ndodh, do ta bllokojnë me çdo çmim ndërtimin e hidrocentralit. Na protestojmë se duhet me na bëj centrali. Pa na bëj centrali, do të thonë ne në met ujt, s'kemi as ujt badis, as ujt pishur, me mu largu komplet. Ua du me frymos të Këshilli Bashkiak, që filloj e punu. Këshilli Bashkiak ka frymose tuane, shkëna që vazhdojnë punë. Nësimi të kodë asni. 4 fshatra më të uj, në më të malë. Jenë Koqë, Kokërdhak, Kodërdan, si për Shiret, Fusha Vëgël, e Fusha Modhe për Krejt kalamajt dilëm rrim, prije që ka janë. Një milion është. Për sotit, qaj njëri nuk heqi ka. As të djeto kush janë. Nuk du mua ditë jam, në pi njohë se ka përgari. Për qatë zot, palon kret, në ato si lidhen gjept nuk e morin. Të shte janë boze nga e në ato, na jemi fukara. Po pare të, na kemi nere në mus, ato janë vjetë se Lenza. Qështo, na nuk i lojmë gjallë në malë të nujtohen. Pa u bo fi gjithë. Sigur ka luftu baballar tonë, gjishin tonë, ka shi Shqipërit, e në shliru Shqipërit, ashtu të luftën në tokën tonë, e në problemin tonë. Sa ki komitet sa është në dorën time dhe nuk dhe bëhet asë një veprim pa lejen time. Sa të keni mu këtu, sa unë sa jam projush. Nuk ja pasin loj drejtimi, sa kësaj unë, për këtë pjesë. Se kanë dalë sa 1-2 vetë, të morin ujtuje, të morin malin, sa nuk bëhet e jetë. Sa jam mund të kretare, edhe nuk dhe vazhdoj sa t'je mund të. Si të kemi qenë në 2018, po ato jemi prapë. Në 2018, në mundu të morin malin, nuk prenu, më ngretëm gjithë, edhe elshu me rëzum poshtë, edhe nuk njefi kusht futet. Po në këtë veprim dhe bëjmë prapë, po me ujtë e pishëm, me ujtë vaditës, edhe me trut e zjarit, sa ashtu është puna, të futen aty edhe të morin pellë. Kjo nuk është hera e parë që banorët e këtyre fshatrave bëhen bashkë në mbrojtje të pronës publike. Në vitin 2018 ata ndaluan forcërisht shfrytëzimin e malit të bardhë nga një kompani që synonte ta shfrytëzonte ekonominë pyjore të këtij mali për prodhim peleti.